Jam e në Balliu, jam në Vlora, Mirë, ja të shohim. Shpresoj të ftoni dhe ju së një. Ja të shohim se çfarë ka bërë ky djali, ndoshta të ti e duke parë tani në televizor apo jo? Momentalisht po. Je duke parë apo jo? Po, duke parë. Bravo. Pra ti po e shikon që është një fitues që në rastin që vjen mund të jesh ti, që do të lajmërojnë nga kompania Telebingo Shqiptare, Ola do të marrë në telefon që nesër dhe do të thotë, o të mërkur, në të inte ne bëjmë gjirimet në hipermarketin e Shparit në Teg. Atëre ti shkon dhe zgjedh, zakonisht fillimisht të gjithë fillojnë me elektroshtëpiake dhe siç po shikon, ky zotëria po merr dhe një televizor. Në qoftë se do jesh ti, unë do të këshilloja që të bëj një provë përpara që të mos të binin elektroshtëpiaket, të ishe i sigurt dhe të merrje sa më shumë. Pra, ti sistemosh në karrocë, sepse sa më shumë që të marrësh, aq më mirë për familjen tënde dhe për qefin tënd, në qoftë se të pëlqen ndonjë gjë. Dhe do të sugjeroja që të vrapoje jo të ecje. Sepse shikojnë, siç e shikon ti zotria, mori 2 pako makarona që ti bëj me 3 koli vaj. Shkon me një herë dhe merë dhe e mbush shportën me detergjent dhe zakonisht kur kanë gjithë të shkatët klandrut, me thënë kanë bërë deri në 1.500 euro, bi 1.500 euro. Dhe mos e mbaj karocën larg vendit ku ti merr ushqimet. Ja ku jami, si të qoftë më bërin mbi 1.200 euro, mashallah.